Ermal, për të qenë sa më konkret, së pari, media amerikane për të pasur në pikë fokale të saj, në fokusin e saj, Edi Ramën, mendoj që edhe në kontekstin ku jemi, po edhe në valencën politike dhe geostrategjike që ka Shqipëria, është jo e mundshme, jo reale. Ama, forca politike brenda Shqipërisë, gjykoj unë, në këto momente, po luftojnë shumë fort për të goditur Edi Ramën në Washington. Përse po ndodh kjo, unë mendoj që është një mori faktorësh, mbas edhe pozita e dobët e Edi Ramës, mbas edhe aksesi që ata kanë në Washington në këto momente. Për të ardhur tani te kjo që sapo ka ndodhur sot. Së pari, duhet të them që Fox 5 e San Diego's nuk është në pronësi të Fox Newsit, por të Fox Newsit në Shtetet Bashkuara të Amerikës ku doli artikulli i Ramaduros nga Agin Nesho, por është një kanal i cili është rrjet i 200 televizioneve të tjera në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili është i afiluar, ka një afilacion me Fox Newsit. Nuk ka të njëjtin prontar, por ka një marrëveshje dhe ka një lloj filtri nga Fox Newsi. Po, ka një afilacion. Nuk është Top Channel, po është Top News. Po, pak a shumë e tillë. Po. Por ata ja, prap. Për te kësaj, ajo që mbasi nuk është thënë dhe në mediat shqiptare, kjo është dhënë në një media, unë do thoya dhe më prestigjioze sa Fox 5 News. Është dhënë në Market Watch, që është një nga mediat kryesore. Nga Market Watch e ka marrë dhe Fox 5 News. Është një nga mediat kryesore që jep lajme geostrategjike që kanë të bëjnë më shumë me botën e biznesit, pra, dhe për stabilitetin politik në vende të ndryshme. Tani, pse ky moment për më gjykoj unë? E para, në 3 pika u të ndaj. E para, ky është një moment shumë krucial, që tregu shumë domethënës. Para zgjedhjeve të 11 majit, Erion Velia nuk e goditi Partinë Socialiste, nuk bëri goditje për sistemin e drejtësisë, nuk bëri goditje për Edi Ramën, nuk bëri goditje fare, nuk u ndije fare, sepse e la të qetë të bënin fushatën elektorale. Unë do të them që tani ai po tund shpatën e Washingtonit, do ta them pse them të shpatën e Washingtonit. Shpatën e Washingtonit. Te qafa e Edi Ramës. Pse shpata e Washingtonit? Pas segur ti thua shpata e Washingtonit. Studia ligjore që ka ngritur një raport ku thuhet me fjalë të varfra për qytetarët që e drejta e të zgjedhurit për të vazhduar punën e tij pa pasur një akuzë formale ende nga organi i akuzës, po shkelet në Shqipëri, është krijuar nga një studio ligjore në Washington, Kasovitz. Kasovitz ka qenë një nga bashkëpunëtorët më jetëgjatë Donald Trumpit në biznes, si avokat i tij. Ky sot është avokati i Erion Velis dhe sot ky ka bërë këtë artikull për Erion Velin. Është një nga bashkëpunëtorët më jetëgjatë Donald Trumpit në aktivitetin e tij ekonomik kur ka qenë sipërmarrës. Pra, nuk është zgjedhur më kot, ka një valencë shumë të lartë, nuk është thjesht një avokat amerikan i radhës. Është avokati që ka punuar mbi 13 vite me Donald Trumpin. Prandaj them që ky është një njerëz që Erion Velia po jep sinjalin. Post 11 maj tashmë unë të prita Edi Rama deri 11 maj. Fitove dhe mandatin e 4, tani duhet më lirosh. E dyta, i thot që shiko, unë po të godas po fillova të flas, unë nuk jam një politikan i radhës, nuk jam një Arben Ahmetaj i radhës, as një Sajmi Tahiri. Unë jam njeri që kam valencë dhe kam dhe network të fuqishëm ndërkombëtar. Kjo është pika e dytë. Gjithsesi, unë besoj se pjesa më e madhe e artikullit Foxit i referohet studiove ligjore, nuk me fjalë deri diku nuk ka prapavi politike, vetëm se sa i takon si thuash burgosjes Zotit Velie për shkak të një, ose si thuash, gabime politike ai e ka dhënë me mesazhet vet, kurse aty ata kanë mbajtur një linjë me analiza i medias amerikane, po them. Po them që po sepse ata janë avokat, nuk mund të bëjnë dot qendrime politike. Në fakt, po media amerikane, nëse avokatura zgjedhur nga Zoti Velie, që studiot ligjore amerikane, prestigjioze amerikane, do ishte fiasko, ma kupton, ose nuk do përbënte lajm, pra nëse arrestimi, nuk besoj se Foxi tashmë, se këtu mund dalim në, se e bëjmë dhe them për humor, po a mos po i bën Fox Newsi presion spakut në Shqipëri, se kështu ankohet spaku, gjithmonë Shqipëri, që media na bën presion për lirimin e Zotit Velie. Pra, a mos po i bën presion dhe media amerikane, se këta të spakut
gjithmonë, edhe gjatë gjyqit Velie, për çdo artikull publikuar për standardet e SPAK-ut, gjithmonë ankoheshin se po na bëhet presion për shkak të subjektit që ne kemi zgjedhur, jo për shkak gabimeve që ata kanë bërë gjatë oreksit tyre për të arrestuar vetëm kryetarin e bashkisë, po dhe arrestime të tjera që prezumimi pafajësisë për subjektet në fjalë nuk është marrë parasysh fare nga SPAK-u. Pra këta kanë vepruar njësoj si 30 vite më përpara, 20 vite më përpara, 10 vite më përpara, për sa kohë drejtësia e re ka reflektuar komplet një lloj, si thuash, lëvizje hetimore, njësoj pa a priori si që kanë bërë me njerëzit e zakonshme, ose ata të vobektet kur I quajnë, se tashi po e kuptojnë politikanët që të vobektet kanë qenë pa mbrojtur, apo të sulmuar nga drejtësia për sa përket standardeve flas. Nuk po themi që Erion Velia është I pafajshëm, nuk po themi që Erion Velia është I fajshëm, por nëse nisim mbi standardet, tani po na dalin standardet që ato pas kanë qenë. Edhe shqiptarët prandaj gëzojnë sot. Nuk gëzojnë se kanë një strukturë e cila po prodhon drejtësi, pjesë më e madhe, patjetër që është dhe kjo, por po gëzojnë sepse është një strukturë që sot minimalisht po reagon ndaj kasës politike që prej dekadash nuk është dënuar, nuk I ka hyrë gjëm në këmbë për asnjë që ka kaluar. Pra në këtë kontekst, ma le ta mbaroj, Ermanda do të ta jap mundësinë e asaj. Në këtë kontekst shqiptarët gëzohen sepse politikanët po përjetojnë atë që kanë kaluar vetë, apo ne du t'i gëzojmë sepse mbi parimin e padrejtësisë, apo mbi perspektivën e padrejtësisë, nuk mund të kërkojmë drejtësi, më qoftë njerëz zakonshëm, qoftë politikan. Se kështu vjen puna, nesër pas nesër preket politikani, kur preket ai, prekemi edhe ne. Pra, gjithmonë nuk do të gëzojmë për atë, si thuash, hallin që e zën tjetrit, apo si puna asaj Barcelis me tre vëllezërit me mbretin, që njëri kërkoi pasuri, tjetri kërkoi ishte biznesmen I fuqishëm, ky I treti nga Zilia tha, "Ore, unë nuk dua asgjë, vetëm merru atyre të dyve, se po them kotun tani, e kupton subjektin, po merru atyre, hiqo atyre dhe unë s'dua asgjë." Kështu është dhe puna e asaj që po kërkojmë sot. Ne duhet ta kërkojmë drejtësinë mbi standardet. Jo t'ja heqim lirin politikanëve me që drejtësia këto 30 vjet na e ka hequr ne padrejtësisht. Pra drejtësia nuk mund vazhdoj të bëj padrejtësi. Dhe mbi këto premisa, prandaj, a ka guxim SPAK-u sot të dali një prokuror I SPAK-ut, një gjyqtar I SPAK-ut, sa ty nuk flitet edhe për prokurin. Se e di ku ngatrojnë shqiptarët o Armal edhe si di, kur thuhet SPAK, struktura posaçme antikorrupsion, nuk bëhet fjalë për prokurinë e posaçme. Janë të dyja strukturat brenda. Aty thot SPAK-u ka gabuar. Në këtë janë dhënë, sepse kur vërtet struktura posaçme mund të bëjë një hetim. Por nëse vendos gjykata që zotëria duhet rrim burg edhe jep të drejt organit akusës, atëherë janë të dyja palët brenda, paktën sipas perspektivës së studios ligjore amerikane dhe studiot prestigjioze ligjore amerikane apo kushdo studio tjetër prestigjioze ligjore nuk I merr subjektet a priori se ka mundësi ta paguaj. Problematika që ata nxjerrin kryesisht e mendojnë veten sepse një studio e mirë ligjore e prezumon veten fitues edhe mbi subjektin që zgjedh. Në çdo premis, nuk ka hyrë ata që dalin humbës edhe qoftë edhe për të ndërtuar një opinion mbi Erion Velin. Po tani e kishim gabim ne ose kush tjetër, e ka gabim SPAK-u apo e ka gabim media amerikane? Ne s'kemi ndonjë gabim, se çka gabimi kemi. Po them ne media në Shqipëri, jo në kontekstin. Jo në ajo që më bën përshtypje mua është se si ka mundësi në dy binjakëzime, po të them, ose zinxhir mediash, pasi shkruan zoti Nesho bashkë me një gazetar amerikan që bën një shkrim të fortë, një shkrim I cili godiste Edi Ramën në çdo qelistë të qeverisë së tij. Pastaj se sa impakt pati në Shqipëri apo në Amerikë është për të diskutuar, por ishte një shkrim I fortë. Patjetër. Ishte një shkrim I fortë që merrej me detaje të problemeve, të autokracisë, të mënyrës se si qeverisë Edi Rama, se si bashkëpunon me
grupet kriminale dhe sjellin vota, pra një analizë të paktën sipas. Po nesa ish analiza Neshës. Po e Neshës, po them, e Po, Neshës. se nuk ishte analiza- Po them analizë, Foxit. unë e përcaktova, ishte zoti Nesho bashkë me një gazetar tjetër. Qa me do zoti Nesho ne e di, Po, nuk është kështu që në këtë pjesë. Nuk është një sekret i madh, a kupton? Jo, nuk sekreti është- ishte fakti që një media prestigjioze Po, publikoi. media prestigjioze, problemi është se e Tani- thot në emër të Neshës. Po. E të marrim a priori të mirëqëse. Çështja qëndron që edhe avukatët e Veliajt kanë zgjedhur një media që është Normal. binjakzim. Ma lejon ta vazhdoj? Po. Shiko, do më mirë kuptoni që unë jam totalisht në vektor të kundërt me analizën e Anrit. Unë mendoj komplet ndryshe. Po. Dhe unë them qofse kemi një indicje, na ngrihet një pikë pyetje, 3 indicie na bën një provë. Dhe ne kemi 3 indicie në rastin e Veliajt. Dhe prova kush është? Indicia e parë po e përsëris është koha. Nuk është rastësi koha post 11 majt. Indicia e dytë është konteksti, që ti sapo the. Sot dje godet te Fox News-i një opozitar, ai sa mund të quhet opozitar, në thonjza Agim Nesho, gjithmonë si instrumenti i Berishës. Të nesërme godet Erion Velia. Dhe e treta, që është më e qëndësishmja, që duhet prekur, që për mua ajo është pika nevralgjike. Erion Velia ka thënë në mënyrë eksplicite, SPAK po përdoret si instrument politik. Këtë e ka marrë dhe e ka amplifikuar studia ligjore e Kasovic LC, e cila ka qenë 13 vite. Më fal, e cila ka qenë 13 vite po e përsëris për publikun.